Maqedonia si shtet është sekular, ndërsa Kosova dhe Shqipëria janë shtete laike. Ekziston një dallim shumë i vogël mes asaj që është sekular dhe mes asaj që është laik. Nëse ju e bani një holumtim ose shkoni pyetni ndonjë jurist ose ndonjë advokat, ose mund ta pyetni tash edhe inteligjencinë artificiale, edhe chatin GPT, do t'i marrë të njëjtat informata që unë do t'u sjellë dhe që kam sjell edhe kur nuk ka pas chat GPT edhe kur nuk ka pas inteligjenci artificiale. Ta shohmi se njëjtë si gazetarët e regjimit në Maqedoni, njëjtë si politikanët nuk e kanë shqetësimin të hallet e qytetarëve, pavarësisht bindjeve politike, pavarësisht besimeve religjioze në shoqërinë e Republikës të Maqedonisë. Në Maqedoninë e Veriut, bashkësitë religjioze janë të definuara dhe të rregulluara kryesisht nga Kushtetuta dhe nga ligji, duke garantuar liritë religjioze dhe barazinë ndërmjet tyre.